Skuterat elektrik dhe motomjetet janë bërë burim aksidentesh. Këto mjete janë shtuar së tepërmi në Vlorë gjatë këtij sezoni veror, duke u bërë shqetësim për qarkullimin si në rrugë ashtu edhe në trotuar. Nisur edhe nga trafiku i rënduar në qytet, shumë njerëz, veçanërisht të rinj, përdorin motorët si dhe skuterat elektrik. Rrugët me qarkullimin më të lartë të këtyre mjeteve lëvizëse janë Lungomarja, bulevardi Vlorë Skel, si dhe rruga transballkanike. I ngritur me shqetësim nga drejtuesit e automjeteve, kalimi i këtyre mjeteve me shpejtësi dhe shkujdesje, veçanërisht nga moshat e reja, është bërë burim aksidenti. Edhe statistikat e institucioneve tregojnë se Shqipëria po përballet me një rritje të ndjeshme të aksidenteve rrugore gjatë sezonit veror, veçanërisht me përfshirjen e skuterave elektrik. Vetëm në gjysmën e parë të vitit 2025 janë regjistruar 212 aksidente me këto mjete transporti, ndërkohë që nuk kanë munguar as rastet fatale. Sipas mjekëve të shërbimit të urgjencës, duke parë ritmin e ngjarjeve, numri i rasteve këtë vit pritet të jetë më i lartë në këtë sezon. Aksidentet përfshin jo vetëm mjetet motorike, por edhe biçikletat, skuterat elektrik dhe veçanërisht këmbësorët, të cilët ndodhen më shpesh në rrugë gjatë muajve të verës. Rritja e fluksit të lëvizjes së qytetarëve në qytetin e Vlorës, sidomos për shkak të turistëve dhe përdorimit të mjeteve të lehta urbane, konsiderohet si një nga faktorët kryesorë të aksidenteve. Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar dhe respektim të rregullave të qarkullimit, pasi numri i aksidenteve në vendin tonë po pëson rritje nga dita në ditë.